Gaforia. Tom Robbins është një shkrimtar amerikan që jeton në Seattle dhe ka lindur në 22 korrik, pra i shenjës gafores. Ndër veprat e tij ka dhe një roman të vitit 1976 të titulluar Even Cowgirls Get the Blues, që do të thotë kjo përkthej apo s'ka nevojë. Po ju them titullin në origjinal, përkthejeni vetë si të keni qef. Even Cowgirls Get the Blues. Ku flet për një njeri që braktis çdo gjë, por shkon me mijëra kilometra, harxhon edhe qindarkën e fundit derisa arrin te manastiri në pikën më të lartë të Himalajeve. Vetëm e vetëm për të provuar një ëmbëlsirë që e kishte ndëruar gjithë jetën, tortën me peshk tibetiane. Kur arriti ke manastiri, i thanë se nuk ishte sezoni dhe peshkët kishin mbaruar. Dakor, i tha buri, nuk ka peshk, ma bëni me mollë. Kam përshtypjen o Gafore, bura grua qofsh se edhe ti shumë shpejt do të provosh një eksperiencë të tillë. Mbase nuk do të gjesh atë çka je duke ndëruar në jeta, në profesion, por në vend të saj do të të ofrohet diçka vërtet shumë e mirë. Gafore, burr a grua qofsh, pranoje. Mos thuaj jo.